Bonevet është hapësira krijuese e vetme e këtij lloji në komunën e Gjakovës së Mëgjer, me që është e hapur për të gjithë banorët e Kosovës. Këto ditë po zhvillohen punëtorime të rinj të moshave të ndryshme në Littlebits, Arduino dhe 3D Print. Pjesëmarrësit kanë shprehur interesim mjaft të madh, duke i vënë në jetë ato punime dhe mësime që kanë dashur t'i zhvillojnë. Këtu kena bo një makinë, cila ecën 4 lëvizje, para për mrapa, majtas edhe djathtas, është të përbane për një Arduinos, 2 servove, edhe për kablave cilat i lidhen. Servot ecën deri në 180 shkallë, edhe është sipas programit. Ky është projekti jonë, domethënë është një lloj radarit, të cilin u kanë dashur të punojë parafërsisht 2 javë. Këtu është pllaka Arduino, këtu është breadboard, këtu është një ultrasonik, këtu është një servomotor dhe siç dihet këtu janë përçuesit. Domethënë këtu përdoret programi i Arduinos për të uploaduar kodin në pllakë dhe përdoret programi processing për të treguar se cilat objekte i ka përpara. Ky i tregon objektet në formë të pikave, sa i detekton rrezja. Domethënë, sa më afër të jetë objekti, pikat i qet më poshtë dhe sa më larg që të jetë objekti, pikat i qet më lart. E këto punime krijon mendimin e mentorës e cila udhëheq punën me mjaft vullnet, pasi që siç shprehet ajo, fëmijët kanë mjaft kreativitet. Është një kurs shumë i mirë i cili avancon fëmijët jo vetëm në pjesën e bitave, qarqeve elektronike, po edhe në jetë përditshme ato kanë njohur vazhdimisht. Puna me fëmijë është e mirë, e pëlqyeshme. Ata janë shumë kreativë, veç duhet me nxit kreativitetin e tyre. Në Bonevet është planifikuar që edhe gjatë sezonit veror të ketë kurse për të rinjtë e interesuar, sidomos për bashkëdhetarët tanë që vijnë për pushime në Kosovë. Gjithashtu, Bonevet organizojnë edhe kurset verore, kampin veror, në të cilin janë të ftuar të gjithë bashkëdhetarët të cilët vijnë për pushime në Kosovë. Do të zhvillohen këto kurse që na i kemi tani, mirë po me një afat më të shkurtër kohor, prej 2 javësh. Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të shpalosin kreativitetin dhe të rrisin kapacitetin e njohurive të tyre, mund të orientohen për detaje në Bonevet përmes website-it www.bonevet.org, si dhe në faqen zyrtare në Facebook.